Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar në vijim të punës për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të autorëve të zjarrvënieve, referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimi penal për veprat penale, shkatërimi i pronës nga pakujdesia dhe shkatërimi nga pakujdesia me zjarr i pyjeve dhe i mjediseve pujore për shtetasin me iniciale DB, 75 vjeç, pasi dyshohet se më datë 21 qershor 2025, në vendin e quajtur Pllaqëri Himar, ka ndezur një zjarr me qëllim pastrimin e parcelës së tij të ullinjve dhe nga pakujdesia, zjarri ka dalë nga kontrolli, duke djegur pjesërisht rreth 70 rënj ulliri, si dhe një sipërfaqe toke të llojit kullot. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasen Filipineze me iniciale LC, 46 vjeçe, pasi ndaj saj ka bërë kallëzim shtetasi me iniciale AD se kjo shtetase gjatë kohës që ishte e punësuar si pastruese në banesën e tij, i ka keq trajtuar djalin e tij të mitur. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimi penal për shtetasin me iniciale AM, 63 vjeç, banues në fshatin Trevllazër, pasi për motive të dobta ka ushtruar dhunë fizike ndaj xhaxhait të tij, si dhe ka njoftuar sallën e komandës dhe kontrollit në drejtorinë vendore të Policisë Vlorë, duke bërë njoftim të rrem se xhaxhai e kishte kanosur me armë gjahu. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenic referuan materialet për vlerësim, pasi më datë 22 qershor 2025 në Selenic, shetasi me iniciale MH, 46 vjeç, duke punuar në punishten e tij gjatë punës me frezë, dyshohet se aksidentalisht i ka marrë zjarr punishtja. Si pasojë e flakëve, ky shtetas është dëmtuar lehtë, jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe në Sarandë referuan materialet në prokurori dhe arrestuan shtetasin me iniciale OI, 27 vjeç, banues në Kukës, pasi më datë 22 qershor 2025, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur në aksi rrugor Sarandë-Ksamil, ka humbur kontrollin dhe ka goditur barierën mbrojtëse të rrugës. Gjithashtu, nisën procedimi penal për shtetasin me iniciale IB, 48 vjeç, banues në Himar, pasi më datë 22 qershor 2025 në Himar, dyshohet se ka drejtuar një motomjet pa leje drejtimi dhe është përfshirë në një përplasje me dëme materiale me një tjetër automjet. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme procedurale.